Pejgamberi ka thonë me një hadith, hadithi është hadith kutsi. Çka i bie hadithi një piu, çka i bie hadithi kutsi? Hadithi kutsi është një hadith që ka thonë Pejgamberi, ka thonë Allahu. Nuk është ajet kuranor, por janë fjalë të Pejgamberit selam, manan e kanë prej Allahut. Kurse Kurani me çka dallohet, Kurani janë edhe fjalët e Zotit dhe mana e prej Allahut subhanahu wa taala. Ktu është dallimi mes hadithit kutsi dhe ajeteve kuranore. Pra po thotë Pejgamberi në një hadith kutsi, ka thonë Allahu subhanahu wa taala, men adali waliyan, ai i cili e armiqson një veli timit, një mik timit, një evlia timit, faqad barazani bil muharaba. Ky njeri më ka çel mua luftë. Ka thënë shikoj ka përmend evliat, ai i cili më thonë armiqson evliat e Zotit, ky person i ka çel Allahu subhanahu wa taala luftë. Këtu del në shesh më thonë që Allah është në krajin e këtyre. Allah është me këta. Kush ishin këta njerëz? Me ato dy sefate. Dhe janë besimtarë të mirë edhe janë të devotshëm. Vazhdon hadithi thotë Pejgamberi selam, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ma aftaratu alayh." Thotë robi vazhdon të më afrohet mua me farze. Pra, gjë më së shumti që afron te Allah janë farzët. Tani thotë vazhdon hadithi, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Thotë Pejgamberi selam, dhe vazhdon robi më afro mua me nafile derisa ta duan atë. Pra këtu e kuptojmë nga ky hadith se gjëra më së shumti që afron Zoti njeriu janë farzët. Kur afrohet njeriu me farze, çka mbet tani? Mbeten nafilet. Nëse vazhdon me nafile, alo më tepër afrohet te Zoti kështu më radh. Nëse vazhdon me nafile, bën shumë nafile derisa Allah këtë person e don. Pra këta ato evliat e Zotit, çuçi kanë arritur këtë evliat, e kanë arritur me duke kryer farzët dhe duke bërë sa më shumë më thonë nafile. Pra këtu e kuptojmë edhe një gjë. Nuk ka mundësi dikush me qenë evlia pa devotshmëri. Pra pa iman. Nëse bën gjunahe, veç aty ka zbeh, më thon evlialluku. Nuk është mik i Zotit një njeri i cili më thon ka bëj gjuna, kurse ai i cili i ka çuar vend urdhat e Zotit, edhe i ka largu harameve, edhe mundohet me bëj sa më shumë nafile, ky person inshallah me lenin e Zotit ka shenja që është prej të dashurve të Allahut subhanahu wa taala.